Korça ka përjetuar edhe një tjetër ditë protestë qytetare, ku banorët të Korçës u mblodhën në pedonale për të ngritur zërin mbi problematika të ndryshme që sipas tyre vijojnë të shqetësojnë komunitetin. Në protestën e radhës nuk munguan reagimet e qytetarëve, të cilët folën për vështirësitë ekonomike, largimin e të rinjve, mungesën e mundësive për punësim dhe çështje të tjera sociale. Gjatë tubimit, pjesëmarrësit kërkuan më shumë vëmendje dhe zgjidhje konkrete për problemet me të cilat ata përballen çdo ditë. Ajo që tërhoqi vëmendjen ishte prania e turistëve tuaj, të cilët u bën pjesë e protestës dhe shprehen mbështetjen e tyre për qytetarët korçar. Disa prej tyre ndoqën nga afër aktivitetin, ndërsa të tjerë shprehen vlerësimin për angazhimin qytetar dhe të drejtës së protestës. Nuk është hera e parë që turistët huaj solidarizohen me protestat në Korçë. Edhe në tubimet të mëparshme, vizitorë nga vende të ndryshme kanë treguar interes dhe mbështetje për kauzat e ngritura nga qytetarë, duke kthyer protestën në një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të komunitetit lokal, por edhe të huajve që vizitojnë Korçën. Protestat qytetare në juglindje të vendit kanë vijuar në mënyrë të rregullt gjatë javëve të fundit, me pjesëmarrës që kërkojnë dëgjimin e zërit të tyre dhe adresimin e problematikave që prekin jetën e përditshme të banorëve.